تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëson Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëson. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithë dituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti I të mençurve, I autorit Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, I cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e 41, që është me titullin Dhikrul Hathi ala Iqamatil Muruat, më thënë nxitje për ngritjen ose për realizimin dhe plotësimin e burrnisë ose njerëzillëkut, do të thonë për përfshirjen e të gjitha aspekteve të përsosjes morale. Kjo fjala murua, pra në gjuhën arabe, përfshin, do të thonë, shumë kuptime që do t'i shohim këtu, por shkurtimisht mund ta shprehim, do të thonë, në këtë fjalë në gjuhën shqipe si burrni ose njerëzillëk. Do thotë që njeriu me të vërtetë të kuptohet se çka do thotë burrni. Nuk është burrnia, siç kemi thënë më herët, vetëm nuk matet me muskuj ose me disa çështje të dukshme, por nënkupton ngritjen e moralit, edhe vendosmërisë, mençurisë, që do të shpjegohet këtu. Thot pastaj autori rahimahullah përmend këtë hadith me zinxhirin e tij të transmetimit. Ka thënë haddathana Ishaq ibn Ibrahim ibn Ismail al-Qadi قال وعبد الله بن محمود بن سليمان السعدي قال حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله العتكي قال حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Bra transmeton kështu nga Abu Huraira, thotë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, karamu rrajuli dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa hasabuhu khuluquhu. Do thotë fisnikëria e njeriut është feja e tij, ose nderimi I njeriut, nderi I njeriut është feja e tij, burrnia e njeriut është mendja e tij dhe preardhja ose domethënë pozita në shoqëri është morali I tij. Thot Abu Hatim, pra Muhammad ibn Hibban rahimahullah, fillon me shpjegimin e këtij hadithi. Do thot qëllimi këtu prej kësaj fjale është, siç është thënë më herët, se edhe Allahu subhanahu wa taala pra në librin e tij një prej argumenteve është se ka thënë inna akramakum inda Allahi atqakum. Do thënë më I nderuari tek Allahu mesin tuaj dhe më fisniku, më I vlefshmi tek Allahu është ai që është më I devotshëm ose më I ruajtur prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Do thënë këtë kuptim është karamur rajuli dinuhu. Do thotë fisnikëria ose nderi dhe vlera e njeriut është feja e tij. Dhe burrnia, do të thonë, është mendja, mençuria. Aty tregohet, do thotë, njerëzillëku dhe mençuria ose burria e njeriut.
dhe hasabuhu, do të thënë fjala hasab në gjuhën arabe do thotë do të thënë pozitë e lartë e prejardhjes, ose me thonë me fjalë tjera pozita shoqërore, është sipas moralit, do të thënë jo sipas asaj se cilët i ka paraardhës ose prej cilit fiz vjen ose prej cilit popull vjen, por kjo pozitë shoqërore varet nga morali i tij. Përndryshe ky hadith është i dobët, edhe tregon, domethënë ka një transmetues dobët këtu që është Khalid ose Muslim ibn Khalid az-Zinji, që është shumë i dobët, ose kam thënë është metruk, domethënë i braktisur, pra nuk i merret hadithi, kështu që kjo fjalë nuk i përshkruhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot autori rahimahullah, صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر, do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë fjalë ka thonë se burria është mençuria. Pra si tham, kjo nuk i përshkruhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kjo fjalë, pasi transmetimi ka dobësi të madhe. Dhe këto kuptime do t'i marrim nga argumente tjera që pasojnë më vonë. Thot wal aqlu ismun ala al-ilmi bi suluki as-sawab wa ijtinab al-khata. Kurse mendja apo mençuria është njohja ose dituria për bërjen e të saktës dhe largimin prej gabimit. Kjo është mençuri, do të thënë që të bëhet e sakta dhe që të ruhet njeriu nga gabimi. Prandaj thot obligimi i njeriu të mençur, al-wajib ala al-aqil, pra njeriu i mençur e ka obligim që mos i ndahet këtyre cilësive të burrnisë sa të ketë mundësi, që janë, do të thënë, cilësi të lëvduara, veti të larta, dhe të largohet nga vetit e ulta ose të qortuara. Ka disa njerëz thotë që mbështeten për ta treguar nderin dhe vlerën e tyre, mbështeten te prejardhja. Edhe i përmendin baballar të gjysrit e tyre, kur përmendet burrnia dhe fuqia ose njerëzilloku, pozita, përmendin paraardhësit, përmendin e kam pas babën kështu, e kam pas gjyshin kështu, ose fisi jon është kështu, ose kabilja jon, populli ynë, dhe thot wa ta'arrau 'anil qiyam bi iqamatiha bi anfusihim. Edhe nuk e kryen, nuk e plotësojnë këtë aspekt vet ata, do të thënë duke i bërë vet veprat dhe duke e treguar vet këtë burrnin dhe pozitën e lartë. Thot për këtë kuptim ka thënë Mansur ibn Muhammad, do të thënë duke e qortuar këtë veti, ka thënë këtë poezi, innal muru'ata laysa yudrikuha imru'un waritha al-muru'ata an abin fa ada'aha. Do thotë burrnin nuk e arrin një njeri që e ka trashëguar burrnin prej babait të tij dhe e ka humbur. E ka trashëguar dhe nuk e ka mbajtur, domethënë. Ka mundësi që me të vërtet kur përmendin ka qenë babajem kështu, do thotë ka qenë ashtu, ka qenë gjyshrit, paraardhësit e mi, familja ime janë kështu, ndoshta është e vërtet. Ata me të vërtet kanë qenë, mirë po nuk e arrin ti pozitën e tyre nëse e ke humbur këtë që e ke trashëguar prej tyre. Amarathu nafsun bid-dana'ati wal-khana wa nahathu an talab al-'ula fa ata'aha. Edhe nefsi e ka urdhëruar për që të jetë i ult, e ka urdhëruar nefsi që për poshtërsi, ky nefsi që urdhëron për të këqija, që e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala me emrin ammaratun bis-su, do të thënë nefsi që është urdhërues ose nxitës për vepra të këqija. Ka urdhëruar për poshtërsi dhe ka ndaluar nga kërkimi i lartësive, fa ata'aha, do të thënë ai i zbindur këtij nefsi. Wa idha asaba min al-umuri 'azimatan yabni al-karimu biha al-muru'ata ba'aha. Kurse do të thënë njeriu fisnik, njeriu me pozitë, do të thënë kur gjen çështje madhështore ose punë të mëdha, atëherë me ato e ndërton ndërtesën e tij të nderit dhe burrnisë. Gjithashtu një poezi tjetër nga Husein ibn Ahmed al-Baghdadi, se ka thënë lejse al-kerimu bimen yudannisu irdahu wa yara muru'atahu
tekunu bimen mëda. Pra nuk është njeri fisnik, ai që e fliq nderin e tij dhe mendon se burrnia është mbas atyre që kanë kaluar. Hatta yusayyida ma banu bibananihi wa yazina salih ma atawhu bima ata. Do të thonë nuk është ky njeri fisnik ose njeri i lartë, ky njeri që ndot nderin e tij edhe i përmend vetëm ata që kanë kaluar paraardhësit e tij, por është ai kur ta përforcoj këtë ndërtesë që e kanë ndërtuar ata të parët, e përforcon me duart e tij dhe e zbukuron me veprat e tij të bukura që i bën vet. Thot autori rahimahullah, ma ra'aytu ahadan akhsara safqatan wala adhhara hasra. Do të thonë nuk kam pa njeri që është në pozitën më të keqe, ka përmendur shumë kuptime, do të thonë që janë të përafërta. Nuk ka njeri që ka më pak udhëzim, që ka më pak mensuri, nuk ka njeri që ka, do të thonë, atë ndikimin më të ndotur ose të njollosur, sesa një njeri që mburret me baballarët e tij, paraardhësit e tij, mburret me moralet e tyre, veprat e tyre, edhe tregon për shembull baba im ka qenë shumë bujar, baba im ka qenë shumë trim, kurse ai vet, do të thonë nuk ka njeri që mburret, nuk ka njeri në pozitë më të keqe, më të ulët se ky që mburret me paraardhësit e tij, kurse vet nuk e ndjek atë shembull, nuk është i atill dhe nuk mundohet t'u ngjaj atyre. Do të thonë përmend, siç tham, e përmend bujarinë e tyre, kurse vetë është koprac. E përmend trimrinë e tyre, është vetë frikacak. E përmend mensurinë ose diturinë e tyre dhe vetë është larg prej diturisë. Do të ky njeri është në pozitën më të ulët, edhe më larg prej mensurisë. Dhe nuk ka mundësi, thot, njeriu të bëhet udhëheqës, prijes, do thot udhëheqës me pozitë që e nderojnë njerëzit, që të ketë autoritet mesin e njerëzve, nuk mund të bëhet ashtu përveç nëse vetë e përmirëson vetveten dhe i përmirëson veprat e tij. Edhe nuk ka mundësi që të jetë i nderuar në dunja dhe në ahiret përveç se me veprat e tij të mira. Pastaj thot se ka thonë këto vargje që i ka thonë al-Abrash, ka thënë fa in qulta li aba'u sidqin wa mansibin karimun wa ikhwanun madat wa jududu. Do të thonë nëse thua un kam baballar që kanë pas sinqeritet, kanë pas vendosmëri, kanë pas bujari e kështu me radhë, kanë vëllezër edhe gjysër që kanë shku. Do të thonë nëse i thu këtë fjalë, sadaqte. Do të thonë të vërtetën e thu, sadaqte walakin anta haddamta ma banau. Bikaffika amdan wal bina'u jadidu. Kjo e vërtetë se ata kanë qenë ashtu. Mirë po ti e ke rrëzu atë ndërtesën që e kanë ndërtuar ata dhe tani duhet ndërtesë e re. Domethënë ti me veprat e tua nuk e ke përforcuar ndërtesën e tyre, por e ke rënuar edhe tani duhet ta ndërtosh ti tanden. Pastaj edhe një tjetër poezi që e ka përmendur, thot illam takum bi fi'ali nafsika samian lam yughni anka sumu man tasmu bihi. Do të thonë nëse ti me veprat e tua nuk e arrin lartësinë, nuk të bën dobi kjo lartësia të tjerëve që ti përmend. Laysa al-qadimu 'ala al-hadithi bi raji'in illam yajidhu akhidhan bi nasibihi. Do thotë ajo e vjetra nuk i vjen triut. Ajo që ka kalu, do të thonë nuk i atribuohet këtij triut, nëse ai vet nuk ka marrë një hise prej asaj që ka kaluar. Wa la rubbama iqtaraba al-ba'idu bi wuddihi wa ghada al-qaribu muba'idan li qarinihi. Do të thonë ose li qaribihi. Ndodh që afrohet ai që është i largët, afrohet me sjelljen e mirë dhe me dashurinë e mirë, kurse i afërti largohet prej atij që e ka të afërt, do të thonë ose që e ka familjar, largohet me veprat e tij. Pastaj transmeton nga Hasan al-Basri se ka thënë la dina illa bi muru'a. Nuk ka fe pa burrni. Do të thonë pa këtë njerëzillokun dhe moralin e lartë, nuk ekziston feja të një njeri. Thot, pastaj përmend këtu autori disa definicione të lloj-llojshme që i kanë dhënë
njerëz se çka do thot murua. Domethënë kjo burnia ose nderi, do thot pozita, autoriteti, fuqia e moralit. Ka thënë dikush ka thënë el muruat thalatha. Dikush ka thënë do thot kjo burnia është 3 llojesh. Ikramu rrajuli ikhwana abihi wa islahuhu malahu wa qu'uduhu ala babi darihi. Domethënë burnia është që njeriu t'i nderoj vëllezërit e babait të tij, ose shokët e babait, ose ka qëllim farefisin dhe të afërmit e babës, ose gjithashtu shokët edhe pas vdekjes babait, domethënë duhet t'i nderoj, ta përmirësoj pasurinë e tij, domethënë ta shërbej që ta shtoj edhe të jetë e vazhdueshme dhe të rritë shtëpia e tij. Domethënë mos shëtitet nëpër tregje kështu me radhë. Domethënë shëtitje të kota. Kjo është që ka thënë dikush për këtë definicion. Dikush tjetër ka thënë al-muru'atu ityanul haqq wa ta'ahudu ad-daif. Domethënë burni është që njeriu ta zbatojë të vërtetën, hakun, ta shfaqe, ta përkrahet hakun, ta thotë të vërtetën, edhe gjithashtu të punojë sipas të vërtetës dhe ta nderoj musafirin. Dikush ka thënë al-muru'atu taqwallah. Burni është takwaja, do thotë ruajtja prej Allahut, wa islahu ad-dai'a wal ghada'u wal 'asha'u fil afniya. Domethënë edhe përmirësimi, si tham, domethënë ti ruhet Allahut, të ketë takwa, edhe përmirësimi i shtëpisë ose i pasurisë së tij dhe gjithashtu që të haj në shtëpinë e tij, drejt darkë, domethënë të jetë gjithmonë në shtëpinë e tij. Dikush ka thënë el-muru'atu insafu ar-rajuli man huwa dunahu. Ka thënë burnia është që njeriu të jetë i drejtë ndaj atij që është më i dobët se ai. Was-sumu ila man huwa fawqahu. Edhe të mundohet të ngrihet në nivelin e atij që është më lart se ai, wal jaza'u bima utiya ilayhi, edhe ti secilit, domethënë t'ia kthej në mënyrën e njëjtë. Pra atij që i bën mirë, t'i bëj mirë, atij që largohet prej tij. Do thotë kështu kanë thënë disa për këtë definim, domethënë të burnisë. Megjithëse tham, edhe burnia më e vërtetë është që njeriu të mundohet atij që i bën mirë, t'i bëj më shumë mirë, kurse atij që i bën keq, mos t'i bëj keq ose t'ia kthej më të mirë. Dikush tjetër ka thënë muru'atu ar-rajuli sidqu lisanihi. Domethënë burnia e njeriu është që ta thotë të vërtetën, të jetë i sinqert në fjalë, wa ihtimalu atharati jiranihi, edhe ti duroj gabimet ose lëshimet e fëmijëve të tij, wa badluhu al-ma'rufa li ahli zamanihi, edhe të bëj mirë njerëzve që i ka përreth, wa kaffuhu al-adha an aqaribihi wa jiranihi, edhe mos t'i bëj keq askujt prej të afërmve ose fëmijëve të tij. Dikush ka thënë burnia është largimi, thot at-taba'udu 'anil khuluqid dani faqat. Domethënë burnia është vetëm largimi prej moralit të ulët. Dikush ka thënë an ya'tazil ar-rajulu ar-riba. Domethënë që njeriu për ta ruajtur burnin, domethënë duhet të largohet prej dyshimeve. Sepse ai që bie në dyshime është i poshtruar edhe i nënçmuar. Ta përmirësoj domethënë pasurinë e tij, të kujdeset, do thotë që ta ruaj, ta shpenzoj aty ku e ka vendin, të mundohet ta shtoj, edhe kjo është prej burnisë, sepse ai që e prish pasurinë e tij, domethënë nuk ka burni. Domethënë që është ka përderdh ose e menaxhon keq edhe e humb pasi ja ka dhënë Allahu, domethënë tregon për mungesë të burnisë dhe ti mbështetet te vetvetja, domethënë qëllimi është pra pas mbështetjes te Allahu subhanahu wa taala, mos kërkoj njeriu prej dikujt tjetër, po mbështetet te vetvetja për ushqimin dhe pijen. Pra mos jetë i varur prej askujt tjetër. Dikush tjetër ka thënë husnul ishra, al-muru'atu husnul ishra. Burnia është sjellja e mirë ose raportet e mira me njerëzit. Wa hifdhul farji wal lisan, ruajtja e nderit dhe ruajtja e gojës, domethënë ruajtja e nderit në përgjithësi për vetveten edhe për familjen e vet, dhe ruajtja e gojës për fjalëve të këqija.
wa tarku al-mar'i ma yu'abu minhu. Edhe, do të thonë që njeriu të largohet prej çdo gjëje që për cilën mund të qortohet. Dikush tjetër ka thënë al-muru'atu sakhawatu an-nafs wa husnu al-khuluq. Do të thonë burnia është bujaria e shpirtit, që njeriu të jetë zemërgjer dhe të ketë moral të bukur. Dikush tjetër ka thënë është al-iffa wal-hirfa. Do të thonë al-muru'a, al-iffa wal-hirfa. Do të thonë burnia është ruajtja e nderit, e dinjitetit dhe aktiviteti. Do të thonë e kanë sqaru ya'iffu amma harrama Allah, do të thonë e ruan vetveten për asaj që e ka ndaluar Allahu, wa yahtarifu fima ahalla Allah, edhe bëhet i aftë dhe aktiv në atë që e ka lejuar Allahu. Dikush tjetër ka thënë al-muru'atu kathratul mali wal walad. Do thotë dikush e ka mendimin se burnia është me pas shumë pasuri dhe fëmijë. Dikush mendon se burni është që kur t'jepet diçka falenderon, kur sprovohesh me diçka duron, dhe kur je i fuqishëm fal. Do të thënë je i fuqishëm për hakmarrje, u fal njerëzve, dhe kur premton e realizon premtimin. Dikush ka thënë burnia është husnul hilati wal mutalaba, do të thënë planifikimi i mirë, mençuri, prehtësi, do të thënë në kërkimin e të mirave. Wa diqqatu dharfi wal mukataba, edhe të dish mirë të shkruash ose të shprehesh. Dikush ka thënë burnia është al-latafatu fil umur wa jawdatul fitna. Do thotë është që të jesh po ashtu, do të thënë e përfshin mendjeprehtësinë, do të thënë edhe cilësinë ose kualitetin e të folurit. Dikush ka thënë burni është largimi prej dyshimeve, sepse nuk ka mundësi të ngrihet në pozitë lartë ai që është i dyshimt, ose që bie në dyshime. Përmirësimi i pasurisë, sepse nuk ka mundësi të ngrihet në pozitë lartë ai që është i varfër. Kryerja e detyrave ndaj familjes, ose kryerja e nevojave të familjes, sepse nuk ka mundësi të ngrihet në pozitë lartë ai cili familjar, do të thënë ai tek i cili familjarët e tij janë nevojtar për tjetër kanë. Do të thënë kanë nevojë për tjetër kanë, jo për atë sa duhet. Do të thënë kjo është gjithashtu që kanë përmendur si pjesë e burnisë. Tjetër kanë thonë burnia është pastërtia e trupit dhe era e mirë. Dikush ka thonë al-fasahatu was-samaha, do të thënë elokuenca, të shprehurit e mirë. Dikush ka thonë burnia është talabus salama wal isti'tafu an-nas. Do të thënë është që njeriu të jetë i mbrojtur, mos ketë do të thënë sulme ose tmeta, edhe që ti afroj ndjenjat e njerëzve. Dikush ka thonë mura'atul uhud wal wafa'u bil uqud. Do të thënë kujdesi për plotësimin e marrëveshjeve dhe besatimeve, do të thënë ato për cilat kontratat dhe marrëveshjet ti ruaj njeriu, edhe ti çojnë vend. Dikush ka thënë po ashtu burnia është at-tadhallulu lil ahbab bit-tamalluq wa mudaratul a'da'i bir-rifq. Do të thënë burnia është që ti të jetë sjellja e tillë që e afron dashurinë të afërmve, të atyre të dashurve, do të thënë bëhesh i butë, i mirë ndaj të dashurve, dashamirëve, dhe di mudara, që kemi shpjeguar më herët, do të thënë di të jesh i mençur në menaxhimin e armiqësisë së armiqve. Dikush ka thonë el-muru'atu melahatul haraka wa riqqatul tab'. Do të thënë pra aftësi në lëvizje edhe natyrë e lehtë, kjo është pjesë e burnisë. Dikush ka thonë burnia është el-mufakaha wal mubasama, do të thënë që të jesh i këndshëm në bisedë, të bësh njerëzit të qeshin, do të thënë në suaza të rregullave të burnisë, edhe të jesh i buzëqeshur gjithashtu. Pastaj thot autori rahimahullah, transmeton me zinxhir të tij nga Rabi'a ibn Abdurrahman, se ka thënë burnia është dy llojesh, ka burni në udhtim dhe burni në
vendin ku jeton. Burnia e udhëtimit është shpenzimi i asaj që e ke marrë për udhëtim, largimi prej grindjes me bashkëudhëtarët, domethënë heqja e kundërshtimeve dhe gjithashtu shaka të shumta për lehtësimin e udhëtimit, domethënë, por jo në atë që zemron Allahun. Kurse burnia në vendin në cilin banon është dhënia pas xhamive, që gjithmonë ti jesh prezant në xhami, të kesh shumë vëllezër për hir të Allahut dhe leximi i shumtë i Kuranit. Pra kjo fjalë e Rabi'as rahimahullah është përmendur më herët, edhe është përkthy shumë më herët dhe besoj që e keni parasysh. Thot autori rahimahullah, domethënë nga gjitha këto që u thanë, do thot ka dallime në shprehje, edhe dallime në fjalë, kurse në realitet të gjitha kuptimet janë të përafërta, edhe e plotësojnë njëri tjetrin. Domethënë nuk është vetëm njëra prej këtyre definicion, domethënë nuk është një definicion që i kundërshton të tjerët, por mund të themi se të gjitha këto e plotësojnë njëri tjetrin dhe japin kuptimin më të përmbledhur, do thotë. Thot autori rahimahullah, kurse burnia tekun është me dy veti. Këto dy veti që duhet ose veçori që duhet t'i ketë njeriu, që të jetë i nderuar dhe i moralshëm dhe me burni, ijtinabu ma yakrahu Allahu wal muslimuna min al-fi'al, domethënë largimi prej çdo gjëje, prej çdo vepre që e urren Allahu, pastaj që e urren muslimanët. Domethënë çdo vepër që është e ndaluar në Islam, çdo gjë që urren Allahu, të largohet njeriu. Pastaj thotë edhe ato që i urren muslimanët. Domethënë duhet ta kuptojmë se muslimanët kanë jetuar me periudha të gjata, epoka të gjata, kanë jetuar me Islam. Dhe në mesin e shoqërive të muslimanëve janë formuar disa veti të moralit, disa tradita të moralit që janë në përputhje me Islamin. Mirë, ka disa njerëz më të ri, domethënë tani që thonë kur i thuhet se kjo nuk është e hishme të bëhet, ose mos e bën këta, ose bëje këta se është, domethënë ashtu si kërkojnë traditat ose mentaliteti i njerëzve, thonë a ka argument se është obligim ose a ka argument se është haram. Nuk do të thotë që çdo gjë që nuk është haram në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk do të thonë se mund të bëhet. Pra burnia e vërtetë është që njeriu të largohet nga harami dhe çdo gjë që urren Allahu, dhe po ashtu të largohet nga ato që muslimanët e urrejnë. Nuk e duan, domethënë nuk e vlerësojnë si të hishme atë punë. Dhe thot, wasti'malu ma yuhibbu Allah wal muslimuna min al-khisal. Dhe përdorimi ose zbukurimi me të gjitha vetit që i do Allahu dhe që i duan muslimanët. Domethënë ka disa çështje që nuk janë urdhër, mirë po dihet në mesin e muslimanëve se janë të mira. Thot, gjitha ato duhet me ato të zbukurohet burri që ta arrijë burnin, domethënë. Thot, wa hatani al-khaslatani ya'tiyani ala ma dhakarna qablu min ikhtilafihim. Domethënë kjo fjalë ose ky definicion i përfshin gjitha këto që i përmendëm më herët. Çdo gjë që u përmend për këtyre që kanë dhënë komente të ndryshme, njerëz të ndryshëm, hyn te kjo. Domethënë çdo gjë që është e bukur, ajo që është e mirë në fe dhe ajo që është e pranueshme dhe e bukur te muslimanët, duhet të bëhet, kurse e kundërta duhet të largohet. Thot, pra përsërit këtë pjesë të hadithit që është i dobët, domethënë inna muru'at al-mar'i aqluhu, domethënë burnia e njeriu është mendja e tij. Pra prandaj njeriu i mençur i kupton këto, thot nuk ka nevojë të përsërisim shumë herë, ai që është i mençur, thot që ka mendje të shëndosh, e di se ajo që është e bukur te muslimanët dhe është e lejuar ose mund të jetë e preferuar në Islam, atëherë është për tu bërë. Ajo që nuk është e urdhëruar në Islam ose nuk është e preferuar në Islam dhe është e urryer te muslimanët, do të thënë duhet të largohet.
Pastaj thot al-wajib ala al-aqil, do të thënë i mençuri e ka obligim që ta plotësoj burrnin me aq sa ka mundësi. Dhe nuk ka rrugë për plotësimin e burrnisë përveç se do të thënë duke pasur njeriu pasuri halal, pasuri të pastër. Kush e ka këtë, atëherë do të thënë e shpenzon këtë pasuri për atë që e kënaq Allahun dhe e shpenzon për atë që e plotëson burrnin e tij. Dhe nëse nuk i ka këto, atëherë është njeri që ka humbur shumë në dunja dhe në ahiret. Sepse vdekja vjen papritmas. Edhe atëherë, do të thënë i largon gjitha ato që i ka posedu njeriu dhe njeriu hyn në varrin e tij vetëm vet. Kurse pasurinë e trashëgojnë, thotë do ta marrin pasurinë, nëse njeriu ka pas pasuri, do thotë është qëllimi dhe nuk e ka shfrytzuar për të fituar në ahiret dhe për ta ngritur nivelin e moralit të vetvetja, por e ka grumbullu vetëm pasurinë dhe një ditë i vjen vdekja edhe ja zhvesh gjitha ato që i ka pasur në dunja edhe do t'hy në varr vetëm vet. Atëherë do ta trashëgojnë pasurinë njerëz që do ta hajnë atë dhe nuk do të jenë mirënjohës. Do ta shpenzojnë dhe nuk do të falenderojnë. Atëherë cili është dëshprimi më i madh se sa ky? Cili është ai dëshprim që është më i rëndë se kjo që njeriu punon gjithë jetën, grumbullon pasuri, më në fund ai nuk ka fituar as në dunja, as nuk ka dhënë diçka për ahiret. Atëherë e trashëgojnë të tjerët, nuk ja dinë vlerën. Ata që e marrin pas, do të thënë, pasurinë nuk ja dinë vlerën dhe nuk janë mirënjohës. Është sipas kuptimit të hadithit që e përmendëm se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, njeriu thotë mali, do thotë pasuria ime. Pra gjithë jetën vetëm mendon për shtimin e pasurisë, mirëpo ka thonë pasuria e tij çka është? Vetëm ajo që e ka ngranë dhe e ka harxuar, ajo që e ka veshur dhe e ka shpenzuar, do të thonë e ka harxuar veshjen, dhe ajo që e ka dhënë dhe ka çu përpara, do të thonë e ka përgatit për ahiret që e gjenë, do të thënë, në ahiret, ajo sadakat të cilën e ka dhënë. Pastaj ka përmendur një poezi nga Muhammed ibn Abdullah al-Baghdadi, se ka thënë ja jami al-mali fi dunya li warithihi, hal anta bil mali qabla al-maut muntafi'u? Thot o ti që e grumbullon pasurinë në dunja për trashëgimtarët e tij. A ke përfitu diçka, a ke pas ndonjë dobi prej pasurisë tënde në dunja? Qaddim li nafsika qabla al-maut fi mahalin fa inna hadhaka ba'da al-maut munqati'u. Thot ço për veten tënde, pra në ahiret, para vdekjes, kur ke afat, sepse pas vdekjes do ta fitosh vetëm, do të thënë pas vdekjes ndërpritet mënyra për të fituar. Do thot me vdekjen ndërpriten të gjitha veprat. Edhe fiton njeriu vetëm ato që i ka dhënë para se t'i vijë vdekja. Pastaj transmeton nga Muhammed ibn Sirin se ka thonë thalathun leysat min al-muru'a, do të thënë 3 gjëra nuk janë prej burrnisë. Do të thënë janë këto 3 gjëra që ja prishin njeriut nivelin e burrnisë. Ka thënë al-aklu fil aswaq, ngrënia nëpër tregje ose nëpër rrugë. Walid-dihanu 'inda al-'attar, edhe do të thënë parfymosja të shitësi parfumeve, ose lyerja aty, do të thënë te parfumeria ose te frizeri, si thonë, do të thënë me shkum ly. Wan-nadharu fi mir'ati al-hajjam, edhe shikimi në pasqyrën e hixhamxhiut. Do të thënë qëllimi është se kjo për kohë gjatë me të vërtet ka qenë kjo punë, edhe ne e mbajmë mend, edhe në vendet tona, nuk flasim për vendet tjera të muslimanëve, por edhe në vendin tonë, është se kjo ngrënia nëpër rrugë ka qenë diçka e shëmtuar. Edhe ka qenë, është ashtu, po jam gabim. Edhe kurse tash për shkak të ndikimit të kulturës së mosbesimtarëve, kryesisht duke i shiku nëpër filma, ose nëpër rrjetet sociale, është bërë shumë e thjeshtë që njeriu gjatë rrugës me marrë në dorë ushqimin
edhe shumë herë muslimanët çfarë bajnë, në njënën dorë e kanë ushqimin, njënën pijen, edhe e përdorin edhe me të majtën han, edhe duke ecur rrugës, edhe duke paraqit këtë pamje që nuk është e bukur, është e shëmtuar. Edhe Muhammed ibn Sirin ka thënë se kjo është që ta zvoglon burnin, domethënë nëse vepron këtë vepër. Pastaj është transmetuar nga Imam Ash-Sha'bi, transmeton autori rahimahullah, thot: "Laysa min al-muru'ati an-nadharu fi mir'ati al-hajjam." Domethënë nuk është burni shikimi në pasqyrën e hajjam. A dini çka është hajjam? Domethënë ai që e bën hijame. Çka është qëllimi i kësaj nuk e di, wallahu a'lam. Pastaj transmeton nga Abu Qilaba, thot: "Laysa min al-muru'ati an yarbaha ar-rajulu ala sadiqihi." Ka thënë nuk është burni që njeriu të mundohet, domethënë të fitojë në kurriz të shokut të tij, ose duke e dëmtuar shokun e tij. Do thotë edhe nëse janë me këtë tregtisë njëjtë ose të punës njëjtë, mundohet me këtë konkurrencën, si thuhet, konkurrencë jo lojale, ose me disa shkathësi ose dhelpëri, që mundohet ta largoj fitimin nga shoku i vet dhe ta marrë për vete, kjo nuk është prej burnisë. Pastaj thot një poezi nga Ali ibn Muhammad al-Bassami, ka thënë: "I'lam bi annaka la aba laka fi alladhi asbahta tajma'uhu li ghayrika khazinu, inna al-maniyata la tu'amiru man atat fi nafsihi yawman wala tasta'dhinu." Do thot dije se këtë që e mbledh, ti vetëm je duke deponuar për të tjerët. Pra pasurinë që e grumbullon, vetëm je si magazinier. Domethënë vetëm duke deponu për të tjerët. Kurse vdekja, domethënë nuk konsultohet me askënd. Pra nuk vjen vdekja që të thotë, si thu, domethënë edhe pas kaq ditëve ne do të takohemi ne dy, a do të japësh sadaka ose a do të bësh ndonjë punë të mirë. Nuk e pyet askënd, edhe nuk kërkon leje. Thot pastaj na ka treguar al-Ghallabi, thot na tregon Amr ibn Muhammad, ka thënë na ka treguar al-Ghallabi se ka thënë ibn Aisha, ka transmetuar nga babai i tij që ka thënë: "Mujalasatu ahli ad-diyana tajlu 'an al-qulubi sada adh-dhunub." Do të thënë ulja, shoqërimi me njerëz të fetar e pastron atë dryshkun e mëkateve. Ja pastron zemrës dryshkun e mëkateve. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që zemra ndryshket nga mëkatet, edhe mbulohet me këtë papastërti, duhet patjetër të ketë diçka që e pastron. Edhe pastrimi më i mirë është tauba, istighfari, përmendja e Allahut. Mirë, po prej atyre që bëjnë dobi në pastrimin e zemrës, gjithashtu është shoqërimi me njerëz që kanë fetari të saktë. Do të thonë fetari sipas Kuranit dhe Sunetit dhe sipas rrugës së selefëve. Se përndryshe ka thënë Abdullah ibn Abbas ose të tjerë prej selefëve kanë thënë ulja me njerëz të bidatit është që e smur zemrën. Kurse ulja me njerëz fetar, praktikues, pasues të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që e pastron zemrën nga ky dryshku i bidateve. Wa mujalasatu dhawil muru'at tadullu ala makarim al-akhlaq. Gjithashtu ulja ose shoqërimi me njerëz që kanë burrni dhe moral të lartë është argument ose është udhëzim për arritjen e moraleve fisnike. Wa mujalasatu al-ulama tudhki al-qulub. Kurse ulja me dietar, shoqërimi me dietar, do të thonë i pastron zemrat dhe i kthjellon zemrat, do të thonë e mbush me kuptim dhe mençuri. Kështu do thotë njeriu duhet ta ketë parasysh që shoqëritë duhet të ketë me këto lloje të njerëzve. Pra të shoqërohet me ata që bëjnë më shumë ibadet se ai vet, që të jetë ndihmë për përmirësim. Të shoqërohet me njerëz që kanë kuptim të thellë të moralit, burrni të lartë, që ta forcojë moralin e vet, edhe gjithashtu të shoqërohet me dietar që ta mësoj fen edhe ta zgjoj zemrën, do të thonë ta freskoj zemrën e tij. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu, ka thënë afatul muru'a ikhwanus su.
prisja e burnisë bëhet nga shokët e këqij. Edhe për shoqërinë e keqe është folur. Është e vërtetë se njeriu ka mundësi të jetë në nivel të mrekullueshëm të moralit, të ketë njohuri, kuptim, mirë po kur fillon shoqërohet me ndonjë shoqëri të keqe, atëherë fillon vetëm rënja, derisa të bjerë në nivel të prishjes të plot. Për këtë shkak zgjedhja e shokëve është prej çështjeve themelore për përmirësimin e burnisë të njerëzit. Thot al-wajibu 'ala al-aqil, pra obligimi i të mençurit është që ti shikoj dhe ti kuptoj shkaqet që e nënçmojnë atë, mesin e awamit. Dhe nuk bën, i mençurit ta ndot ose ta njollos burninë e tij. Edhe mos i duken gjërat sikur të parëndësishme. Mos mendoj se kjo është diçka e vogël, nuk është me rëndësi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Ruhuni prej mëkateve që i nënvlerësoni, sikur janë shumë të vogla, sepse ato mblidhen dhe ka dhënë shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si një popull që janë në shkretir, ka ardhur nata, edhe duan të ndezin zjarr, edhe nuk kanë dru, edhe shpërndahen gjithë. Njëri bën një degë të vogël, një copë druni, dhe e mbledhin një grumbull të madh, edhe me atë ndezin zjarrin edhe e gatojnë ushqimin. E kështu janë edhe mëkatet e vogla që njeriu mendon se nuk janë të rëndësishme, ato vetëm mblidhen edhe bëhen, grumbull i madh. Gjithashtu edhe në lidhje me moralin. Ka disa veprime që shumë njerëz mendojnë se ajo nuk është shumë e rëndësishme. U përmendën këtu, ndoshta kemi përmend disa herë se kemi thonë janë këto detaje. Mirë po këto detaje nëse janë ashkalon njeriu edhe i grumbullon, bëhen, të tilla që e prishin moralin edhe ulin vlerën e njeriut. Ka disa, edhe për disa sjellje, edhe për gishtat që u përmenden, edhe duhet të kenë parasysh edhe të shikohet ajo se awami, për shembull, e mendojnë një gjë jo të hishme. Ndonjë ulje të pahishme, për shembull, në xhami ose ndonjë veprim, ndonjë zhurmë në xhami, awami, njerëz të masat e përgjithshme, i shikojnë shumë ato si çështje të mëdha. Edhe, si thash më herët, nuk duhet ne të themi pse mos është ndaluar kjo në Islam. Kjo e vërtetë është, nuk është ndaluar. Mirë po edhe nuk është e hishme në sytë e muslimanëve. Pse atëherë, nuk lejohet të këmbgulim në punë që nuk janë të hishme të njerëzit. Pastaj ka thonë me zinxhir transmeton nga Sherik se ka thonë dhullu dunja khamsa. Pra nënçmimi në dunja është prej 5 shkaqeve. Mirë, ka thënë dukhulul hammam saharan bila kërnib, hyrja në hammam, e dini banjot publike që kanë ekzistuar përpara, pa marrë enë për ujin me veti. Pastaj aty në hammam ose në banjon publike duhet me kërku të tjerëve në atë gjendje, ajo është nënçmim në dunja. Dhe ka thënë uburul ma'bar bila qit'a wa huduru majlisil ulama bila nuskha. Edhe thot, keni kujdes, prezantimi në mezhliset e diturisë pa fletore. Kjo është prej gjërave që nënçmon njeriu. Wa hajatu sharif ila dani, edhe kur njeriu me vlerë ose me pozit, është nevojtar për atë që është i ult ose i poshtër. Ka nevojë tek ai. Wa hajatu ar-rajul ila imra'atihi, edhe kur burri është nevojtar i gruas të tij, ka nevojë për ndihmën e gruas së tij. Kjo si në përgjithësi, megjithse padyshim se ka përjashtime për të gjitha këto. Pastaj ka përmendur edhe një transmetim nga Abdullah ibn Abbas,
Mirë pa, është këtu në zinxhirin e transmetimit është një njeri që gjithashtu quhet metruk. Domethënë e ka shkallën e besueshmërisë të tillë që emërtohet metruk, edhe hadithi i tij nuk pranohet. Pastaj në temën e radhës thot dhikrul hadhi ala luzumi as-sakha wa tarkil bukhl. Domethënë nxitje për vazhdimsi në bujari dhe zemërgjerësi dhe largimi prej kopracisë. Edhe këtu ka transmetuar një hadith me zinxhirin e tij që gjithashtu është i dobët. Thot akhbarana Ahmed ibn Yahya ibn Zuhair bi Tuster قال حدثنا الحسن ابن عرفة ابن يزيد العبدي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pra, me këtë zinxhir është transmetuar ky hadith ku thuhet as-sakhiju qaribun min Allah, qaribun min an-nas, pra njeriu bujar, zemërgjer, është i afërt me Allahun, i afërt me njerëzit, wal bakhilu ba'idun min Allahi, ba'idun min an-nas. Kurse kopraci është larg prej Allahut dhe larg prej njerëzve. Wala sakhiyun jahil ahabbu ila Allahi min bakhilin abid, dhe një bujar që është ignorant është më i dashur tek Allahu se një koprac ibadetxhi që bën ibadet. Ky hadith është i dobët, edhe gjithashtu në këtë zinxhir ka një transmetues që quhet Said ibn Muhammad al-Warraq dhe ky është metruk po ashtu. Pra hadith që nuk i pranohet hadithi në asnjë rast, siç ka thënë Sheikh Al-Albani, edhe ka përmendur këtë hadith të libri Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa, domethënë zinxhiri i haditheve të dobta. Dhe të tjerë dietar, për shembull Yahya ibn Ma'in ka thënë për këtë transmetues leysa bi shay, domethënë nuk është asgjë. Pra nuk merret parasysh hadithi i tij. Ibn Sa'd ka thënë da'if për ta. Nesai ka thënë leysa bi thiqa, nuk është i besueshëm. Daraqutni ka thënë se është metruk, domethënë i braktisur. Pra transmetimi i tij është i braktisur për këtë hadith. Por hadithe dhe ajete që flasin për bujarin dhe urdhrojnë për bujari dhe ndalojnë të kundërtën, që është kopracia ose zemërngushtësia, domethënë janë të shumta, edhe Allahu ka thënë wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, domethënë ai që është mbrojtur nga kopracia, që është mbrojtur nga zemërngushtësia e tij, këta janë të shpëtuarit. Padyshim se dhe në ajetet shumta lëvdohet dhënia në rrugën e Allahut, për hir të Allahut, domethënë bujaria e bukur, edhe fjalët e selefit për këta janë të shumta. Ajo për këtë nuk ka dyshim mirë, por ky hadith si fjalë që ti mvishet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është i saktë. Edhe autori rahimahullah ka dhënë një analizë të shkurtë këtu për zinxhirin, edhe tregon dhe jep shenjë se nuk është hadithi sahih. Thot për vlerën e bujarisë, thot njeriu me bujari, domethënë duke i kryer obligimet, detyrimet prej pasurisë së tij që i ka, dhe duke e dashur me këtë shpërblimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë do të jetë, domethënë do ta fitoj shpërblimin e Allahut, do të jetë i përmendur për të mirë në dunja, sepse bujaria është dashuri dhe lavdi për njeriu. Domethënë shkakton që të kenë njerëzit dashuri ndaj tij dhe të jenë lëvdues të tij. Kurse kopracia është qortim dhe urrëtie. Nuk ka dobi në një pasuri nëse nuk ka bujari. Pra, sepse kopraci, domethënë, nuk përfiton as vetë prej pasurisë së tij. Nuk përfiton as për çështjet personale të dunjas, as familja e tij nuk përfiton prej pasurisë së tij, dhe padyshim nuk përfiton për ahiret, sepse domethënë ka dorën e shtrënguar dhe nuk jep që të fitojë shpërblimet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot nuk ka dobi një pasuri nëse pronari i saj nuk është bujar. Dhe njësoj sikur nuk ka dobi prej pamjes së bukur, nëse
veprat dhe morali janë të këqija. Do të thonë, edhe kjo pasuria është sikur stolia jashtme, edhe bukuria jashtme, nëse nuk ka bujari të shpirtit njeriu, atëherë nuk ka dobi prej asaj pasurie. Ka thonë Muntasir ibn Bilal al-Ansari, këto vargjet poezis, al-gjudu me krametun, wal-bukhlu me bghadhatun, la yastawi al-bukhlu inda Allahi wal-gjudu. Dhëtë, bujaria është nderim, kopracia është urrejtje, ose shkak për tu urryer. Dhe tek Allahu nuk barazohen bujari dhe kopraci, wal faqru fihi shukhusun, wal ghina da'atun, wal nasu fil mali marzuqun wa mahdudu. Edhe ka në varfëri ka vështirësi, pasuria është gjerësi, domethënë ose liri, më thënë për njeriu. Por në pasuri ka njerëz që janë të furnizuar dhe të kufizuar. Domethënë ka dikush që ka më shumë pasuri, dikush më pak. Kjo nuk është diçka për tu qartu. Mirë po bujaria është diçka për cilën duhet të stërvitet njeriu, edhe ta mësoj vetveten që të jetë bujar dhe ta ketë zemrën e gjerë. Thot, transmetohet nga Sulejman Maula Abdus Samad ibn Ali, thot se Mansuri, që ka qenë një prej khalifëve, i ka thënë djalit vet al-Mahdi, më thënë prej khalifëve të Abbasive, ka thënë i'lam anna ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Ka thënë dije se kënaqësia e njerëzve është synim që nuk arrihet asnjëherë. Do të thënë nuk ka mundësi asnjëherë njeriu pa marrë parasysh sa përpiqet, nuk ka mundësi t'i bëj gjithë njerëzit të kënaqur. Patjetër do të ketë dikush që do të zemrohet, edhe me qenë njeriu i drejtë si u tha më herët, edhe me qenë si shtiza i drejtë, do ta gjendë një lakesë, do të thënë do gjendë njerëzit. Por nëse i kënaq njerëzit e mirë, do të zemrohen të këqit. Nëse i kënaq të këqit, zemrohen të mirët. Do të thënë patjetër kënaqja të gjithë njerëzve është synim që nuk arrihet. Thot, ky khalife ka thonë, fatahabbab ilayhim bil ihsan juhdak. Do të thënë fitoje dashurinë e tyre duke u bërë mirë njerëzve dhe duke u treguar i vlerësëm ndaj tyre, do të thënë. Kjo fjalë është ngjashme si ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, e ka këshillu nxënësin e tij Yunus ibn Abdullah as-Sadafi, i ka thënë ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Do të thënë kënaqja e njerëzve është një synim që nuk arrihet asnjëherë. Edhe i ka thënë ma aquluhu illa nasihan. Do të thënë t'jap këshill, ta du të mirën, pra kuptoje këtë se t'i kënaqësh njerëzit është një synim. Dhe jo vetëm këtë shembull që e dham se nëse i kënaq një pjesë hidhrohen disa të tjerë, po edhe një njeri, do të thënë pa marrë parasysh sa e kënaq dhe je i mirë dhe i dobishëm për ta, mundet me ndodh një rast ku i harron gjitha ato dhe do thotë arritja e kënaqësisë njerëzve është qëllim i paarritshëm. Prandaj ka thonë dhe me shpëtu prej njerëzve, po ashtu, prej gojave të njerëzve, është gjithashtu synim i paarritshëm. Do thotë mi kënaq njerëzit nuk arrihet, me shpëtu prej tyre gjithashtu nuk arrihet. Prandaj ka thonë, shiko çka e përmirëson veten tënde para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë dije, mësoje udhëzimin, mësoje të vërtetën dhe përmirësohu me të vërtetë para Allahut të lartësuar. Dhe wada'i an-nasa wama hum fi. Edhe mos u merr me atë që kanë njerëzit. Mos u mundo që tu përshtatesh njerëzve, se duke u përshtat njerëzve, njeriu e dëmton vetveten me të vërtetë me dëmtime të rënda. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Hisham ibn Urwa se ka thonë, kana abi yaqul, do të thënë babai im thoshte, që është Urwa ibn Zubair, ka thonë ma li me qaumun aqamu ala ma'i adhbin. Do thotë nuk qortohet një popull që e bëjnë vendbanimin e tyre në një ujë të pijshëm. Do të thënë ku ka ujë mjaftueshëm. Nuk i thuhet se, pra nuk qortohen për këtë. Qëllimi është se një njeri që qëndron te moralet e bukura, edhe ajo që është e këndshme te njerëzit, ai nuk është për tu qortu. Prandaj kësaj duhet
ti orientohet njeriu edhe te kjo të fokusohet. Dhe jo, domethënë patjetër me fitu kënaqësinë e njerëzve. Pastaj transmeton nga Aliu radhiyallahu anhu se ka thënë atij që Allahu i jep pasuri, le t'i mbaj lidhjet me familjarët e tij, domethënë përmes kësaj pasurie. Pra duke ju bërë mirë atyre, duke ju dhënë dhurata, duke i nderuar, domethënë, dhe le t'jetë mikpritës i mirë, domethënë që ti nderoj musafirt. Wal يفك فيه العاني والأسير وابن السبيل والمسكين والفقراء والمجاهدين edhe me pasurinë e tij le të ndihmoj atyre që janë në vështirësi, në ngushticë, ose ata që janë të robruar, ose udhëtar që kanë mbetur, ose të varfrit dhe nevojtarët dhe luftëtarët në rrugën e Allahut, domethënë le të ndihmoj me pasurinë e tij. Wal yasbir fihi ala an-naiba, edhe le të jetë durimtar kur i ndodh diçka dhe një e keqe në pasuri. Domethënë ka mundësi, i prishet një pjesë e pasurisë, i bie një e keqe e pasurisë edhe humb, le të jetë durimtar, se me këto cilësi njeriu e arrin fisnikrinë e dunjas dhe nderimin në ahiret. Pozitat e larta, domethënë në dunja dhe në ahiret. Thot autori rahimahullah, bujaria më e madhe është kur njeriu e jep pasurinë e tij dhe e ruan veten prej pasurive të tjerëve. Domethënë siç kemi thënë më herët, më bujar është ai që është bujar për pasurinë, domethënë ndaj pasurive të tjerëve. Pra nuk e kërkon pasurinë të tjerëve. Kjo është bujari më e fuqishme. Por domethënë duke u kompletu kjo që njeriu atë që e ka e jep me mençuri, domethënë në vendin e vet, atë që e ka e jep dhe nuk lakmon për atë që e kanë të tjerët. Ky është bujari i vërtet. Wa man jada sada. Domethënë ai njeri që është bujar bëhet udhëheqës. Domethënë bëhet njeri me autoritet. Kurse kema anna man bakhila dhal, ai që është koprac poshtrohet dhe i ulet vlera. Thot njeriu kur bën mirë, domethënë duhet të largohet prej përmendjes të mirës, sepse përmendja e të mirës, që quhet arabisht imtinan, domethënë e shkatron atë mirë që e ka bërë, e rënon ose e asgjëson. Dhe nëse bamirësia e mira ose bujaria që ja bën dikujt nuk i ka këto dy cilësi, atëherë është me të vërtet bujaria e madhe dhe është e mirë. Dhe këto dy cilësi cilat janë el-imtinan, domethënë përmendja e të mirës, wa talabul jaza, edhe pritja e shpërblimit që me ia kthy. Pra nëse njeriu i bën dikujt mirë dhe kërkon që ai, domethënë ja përmend atë dhe kërkon që ai ta falenderoj, e ka prish bamirësinë, ose kërkon që t'ia kthej. Gjithashtu e prish këtë, dhe nëse e ka bujarin pastër prej këtyre, atëherë me të vërtetë është bujar, dhe këta i ka lëvdu Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, domethënë ata japin ushqim, edhe pse kanë nevojë për të dhe duan këtë, u japin domethënë të varfërve, jetimëve dhe robërve, edhe çka thonë innama nut'imukum liwajhillah. Ne ju japim për hir të Allahut, për fytyrën e Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk kërkojmë prej jush as shpërblim për këtë, me na i kthy, as nuk kërkojmë falënderim. Thot ka thon Ibn Zinxhi el-Baghdadi, domethënë këtë poezi, ka thon ja rubba aadhilatin fil judi qultu laha mehlen ala Allahi fima unfiqul khalafa. Domethënë shumë herë kur më çarton dikush për shpenzimet që i bëj, do thot për atë që e jap për hir të Allahut, ka që më çarton dikush, unë i them atij ose asaj, i them ngadal, domethënë mos u shpejto, sepse Allahu është që ja kompenzon atij që jep. Edhe
Allahu ka thënë Kur'an, do të thënë çdo gjë që ju jepni, Allahu ju a kompenzon. Fa inna Allaha yukhlifu. Do të thënë Allahu e plotson atë. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Do thotë çdo gjë që jepni ju, Allahu ai është që kompenzon. Edhe po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që çdo mëngjes zbresin dy melajke edhe luten, thon Allahumma ati munfiqan khalafa. O Allah, jepi ati që jepi kompenzim. Wa ati mumsikan talafa, edhe jepi ati që e mban, që e shtrëngon, do të thon pasurinë, jepi shkatrim. Prandaj ka thënë ky, mu më qërton qërtuesja për atë që e jap, mirë po më them ngadalë se Allahu është ai që e kompenzon. Hal min bakhilin ra'ayt al-bukhla akhladahu am hal ra'ayt jawadan mayitan ajafa. Do të thonë a ke pa ndonjëherë një koprac që ka mbetur i përjetshëm për shkak të kopracisë së tij. Do të thonë se ka disa njerëz që me këtë zemërngushësi mendojnë se ky njeri është i mençur, nuk do të humbë se e ruan pasurinë. Po a ka mbetur dikush i përhershëm pse ka qenë koprac, dhe a ke pa ndonjëherë që bujari të vdes për shkak të bujarisë së tij. Mbetet, do të thënë, vdes nga uria për shkak se ka qenë bujar. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Thot lamma ra'atni uti al-mal talibahu wala ubali tiladan kana am turufa. Do të thënë kur më pa mu se unë jap pasuri secilit që kërkon dhe nuk brengosem a kam shumë ose kam pak. Addat samahi tabdhiran walastu ma yuksibu alhamda tabdhiran wala sharafa. Thot e llogarit këtë bujarin time, e llogarit ajo si shpërderdhje të pasurisë, mirë po nuk jam unë ashtu që shkapërderdh pasurinë, dhe nuk është shkapërderdhje dhënia ose shpenzimi për diçka që të sjell lavdi ose që të sjell shpërblim, do të thënë në ahiret. Pastaj transmeton nga Hibban ibn Musa, thotë se Abdullah ibn Mubarak një ditë i ka shpërndar shokëve të tij 1000 dirhem. Përmendëm për Abdullah ibn Mubarak se ka pas pasuri dhe ka qenë shumë bujar, dhe ka dhënë shumë, dhe i ka mbajtur në veçanti, do të thënë nxënës të dijes, ata që kanë shku për të kërkuar dituri, i ka mbajt ata dhe u ka mbajt familjet. Do të thënë që ta lënë, do të thënë që të vazhdojnë në kërkimin e diturisë. Edhe thot një herë nxënësve tij u ka shpërnda 1000 dirhem, 1000 monedha argjendi. Dhe ka thënë la khayra fil mali li kunnazihi illa jawad al-kaffi nahaba. Do të thënë nuk ka hajër pasuria për ata që e deponojnë. Nuk ju bën dobi pasuria atyre që e deponojnë pasurinë, por vetëm u bën dobi atyre që janë bujar, e kanë dorën e hapur për atë që kërkon. Yaf'alu ahyanan bi zuwarihi ma taf'alu al-khamru bi shurrabihi. Edhe ndonjëherë pasuria atyre vizitorëve të saj i shkakton atë që shkakton vera atyre që e pinë. Do të thënë ndonjëherë pasuria, do të thënë, e deh njeriu dhe e mpin. Thot autori rahimahullah, do të thënë një prej cilësive më të bukura të burrit, të njeriut me burni, do të thënë është që të jetë bujar pa e përmendur të mirën që e ka bërë dhe pa kërkuar shpërblim për ta, do të thënë dunja, pa kërkuar që t'i kthehet. Wal hilmu min ghayri da'fin wala mahana. Do të thënë më e mira për moralin e burrit dhe për burnin është që të jetë bujar pa e përmendur ata dhe të jetë i but ose falës pa pasur dobësi. Do të thënë pa qenë i dobët, por duke qenë i fuqishëm me fal. Thot wa aslul xud, do të thënë rënja e bujarisë është që njeriu mos jetë i shtrëngum për detyrimet që i ka. Do të thënë ata që ka detyrim edhe prej familjes së tij, edhe detyrimet që janë fe, zekati, zekatul fitr e kështu me radhë, çdo obligim fetar,
për çdo detyrim, edhe në dunja, në familje, ndaj vetvetes, për harxhimet e dunjas, sipas asaj që është obligim, dhe për obligimet e fesë, do të thënë duke kur njeriu nuk i mangëson këto, nuk i rrudh këto aspekte, do të thënë se kjo është rënja ose baza e bujarisë. Pastaj thot transmeton nga një transmetues Al-Mubarak ibn Sa'id al-Thawri se ka thënë thalathun hunna ahsanu shay'in fi man wujidat fihi. Ka 3 cilësi që janë më të bukurat për atë që i ka ato. Tu'adatun fi ghayri dhull. Do të thonë mos nxitim pa e poshtru vetën. Do të thonë duke vepruar ngadalë, por jo nga ndonjë frikë ose përtaci ose por me mençuri. Wajudun li ghayri thawab, edhe bujari pa prit kthim, do të thonë shpenzim ose dhënie pa pritur shpërblim. Wa nasabun li ghayri dunya, dhe lodhja jo për dunja. Do të thonë këto 3 kush i ka, me vërtet janë të bukura për ta. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, ka transmetuar nga Hasan al-Basri se ka thonë kur e kanë pyetur ma ma'na qawlihi al-yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla. Është një hadith sahih që transmetohet në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Dora e lartë është më e mirë se dora e ulët. Dhe kanë pyetur Hasan al-Basrin. Ju a dini çfarë kuptimi ka ky hadith? Çfarë do të thonë dora e lartë është më e mirë se dora e ulët? Ajo që merr. Hasan al-Basri ka thonë dora e atij që jep është më e mirë se dora e atij që nuk jep. Do të thonë dora e lartë është dora e bujarit, kurse dora e ulët dora e kopracit. Pashtu transmeton gjithashtu një fjalë nga Ka'b, thot men ahabba lillah, dhe ky është hadith marfu, është i përmendur, domethënë si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është sahih, kushdo për hir të Allahut, urren për hir të Allahut, jep për hir të Allahut dhe ndalon për hir të Allahut, ai e ka plotësuar imanin. Do thot hadith që është i njohur për ju. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Mubarak ibn Fadala, thot se Hasan al-Basri ka shku e ka heq dhambin te hajjam, ai hijamxhia, nuk ka pas dentist në atë kohë. Do të thonë specializuar, ai që është marrë me hijame, do të thonë i ka pas këto diçka si këto ndërhyrje të lehta, do të thonë, edhe heqje të dhambëve kështu me radhë. Ka shku Hasan al-Basri e ka heq dhambin, edhe i ka dhënë 1 dirhem. I kanë thënë ai mjaftohet me gjysmë dirhem, do të thonë kërkon gjysmë dirhem. Pse ja jep 1? I ka thënë, pastaj ka thënë Hasan al-Basri jep janë 1 dirhem, sepse muslimani nuk e ndan dirhemin me vllajën e vet musliman. Do të thonë aq kooperac që më nda për gjysmë. Shkruaje këtë aty të në klinika. Mirë. Pastaj autori rahimahullah përmend këtë poezi, thot mala'tu yadi min ad-dunya miraran fama tami'a al-awadhilu fi iqtisadi wama wajaba alayya zakatu malin wa hal tajibu az-zakatu ala al-jawadi. Thot i kanë mbusur duart me pasuri shumë herë prej dunjas. I kanë mbus, mirë po, do të thonë nuk e kanë mbajtur atë pasuri, çdo herë kanë pasur shpresë nevojtarë të pasuria ime, edhe thot asnjëherë nuk e kanë pas obligim zakatin. Se thot a mund ta ketë obligim zakatin njeriu bujar. Do të thonë ai që jep nuk e grumbullon shumë, jep shumë, i mban ato që janë nevojat e tij ditore, si më thonë, dhe tjetrën e jep në rrugt të Allahut. Asnjëherë nuk i bëhet obligim zakati. Kjo kanë përmendur disa, do të thonë, këtë në aspekt të lëvdatës së bujarisë. Edhe, do të thonë, njeriu që është më i thellum në kuptimin e fesë dhe më i vendosur në bujari, nuk ka problem nëse është ashtu që çdo nuk ruan pasuri, por e jep shumë sadaka, do të thonë shumë kontribute për atë që i bën dobi në dunja dhe në ahiret vazhdimisht. Në rregull është, mirë po edhe mbledhja e pasurisë duke i
çun vend detyrimet, duke dhënë zakatin si duhet, gjithashtu është e lejuar edhe është mirë. Edhe dhënësit e zakatit kanë shpërblime të shumta, padyshim. Pra për këtë nuk ka dyshim, prandaj Allahu subhanahu wa taala i ka zbritur rregullat e zakatit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka miratu sahabët që kanë pas pasuri dhe kanë dhënë zakatin. Do të thonë është krejtësisht në rregull. Mirëpo është për të ardhur këtë që në kohën tonë shtohen shumë pyetjet edhe të shumta, do të thonë, pyesin kur vjen puna e zakatit, a lejohet me ia dhënë vajzës ose mbesës, nipit, a lejohet me ia dhënë vllajt zakatin, babës dhe fëmijëve, do të thonë paraardhësve dhe pasardhësve është haram. Do të thonë nuk i jepet zakati. Ato duhet, sepse ato janë përgjegjësi e njeriut që duhet mi mbajt patjetër. Por edhe kur bëhet fjalë për vëllezër ose mixhallar ose kështu me radhë, me të vërtetë është turp që me prit njeriu një vit edhe me ia dhon veç atë hise të vogël të zakatit, do të thënë aty. Duhet me pas kujdes për farefisin edhe të afërmit që njeriu të jetë që u ndihmon atyre vazhdimisht. Dhe jo me prit vetëm kur e ka patjetër, nuk ka tjetër rrugdalje, vetëm duhet me dhënë zakatin, atëra ban t'ja jap këtyne që me fitu, do të thonë, dy aspekte. Kjo është një gjë që nuk është shumë e hishme, do të thonë, jo se nuk lejohet njeriu me pas pasuri dhe që me qenë prej atyre që u bëhet obligim zakati. Thot autori rahimahullah, kooperacia është një pemë që është në xhehenem dhe degët e saj dalin në dunja. Kush kapet për ndonjë degë të kësaj, do të thonë ajo e tërheq në xhehenem. Kurse bujaria është një pemë në xhenet dhe degët e saj janë në dunja. Kush kapet mirë për një degë prej degëve të bujarisë, do të thonë ato do ta tërheqin në xhenet. Dhe thot wal jannatu darul askhiya, pra xheneti është vendi i bujarëve. Pastaj ka përmendur disa emra që thuhen në gjuhën arabe, bekhil, ndoshta dikush prej jush e di, bekhil që do thot kooperac. Pastaj nëse e tepron me kooperaci quhet shahih. Edhe këtë shuh ose shahih e kemi përkthy me kuptimin e zemërngushtësisë. Do të thonë që zemrën e ka të ngushtë, jo vetëm dorën e shtrënguar, por edhe zemra e ngushtë. Pastaj nëse ai njeri është që i sulmon bujarët, ata që japin, quhet laim. Edhe që ka kuptimin, do të thonë, të poshtërsisë. Nëse është prej atyre që i arsyeton kooperacët, edhe sjell argumente se duhet të jenë kooperacë, quhet mulaim. Do të thonë sigur qortuesi i të mirës. Wallahu a'lam. Do të thonë si emërtime i ka shpjeguar autori rahimahullah. Pastaj thot transmeton me një zinxhir nga Ebu Hatim as-Sijistani se ka thonë Kisra ka pyetur cila është gjëja më e dëmshme për njeriu, kanë thonë varfëria. Ka thonë Kisra, kooperacia është më e dëmshme se varfëria, sepse i varfëri në momentin që ka është zgjerohet, do të thonë. Kurse kooperaci asnjëherë nuk zgjerohet, gjithmonë është i ngushtë edhe pse ka, do të thonë është në këtë gjendje vazhdimisht. Po kam thënë në një poezi, thotë ose fjalë të urtë për njerëz që janë shumë bujar, kam thënë idhal makarimu fi afaqina dhukirat fa inma bika fiha yudrabu al-mathalu. Do thotë kur përmendet bujaria në viset tona, ti je shembull që e marrin, do të thonë për bujari. Pastaj thotë se është transmetuar nga Ibn Munabbih, Wahb ibn Munabbih rahimahullah, se ka thënë ajwadu an-nasi fi ad-dunya man jada bi huquqillah. Do thënë njeriu më bujar në dunja është ai që është bujar për detyrimet ndaj Allahut, edhe nëse njerëzit mendojnë se është kooperac në lidhje me gjëra të tjera. Do thënë nëse njeriu i kryen obligimet që ja ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala, të gjitha llojet e obligimeve me të cilat e ka detyruar Allahu,
Edhe nëse njerëzit mendojnë se është koprac për aspekte tjera, ai është njeri bujar. Wa inna abkhala an-nasi fi ad-dunya man bakhila bi huquqillah. Dhe njeriu më koprac në dunja është ai që është koprac ndaj obligime, domethënë lidhje me obligime ndaj Allahut. Nuk i kryen atë që e ka urdhëruar Allahu. Edhe nëse njerëzit mendojnë se është shumë bujar. Domethënë ka njerëz, domethënë kjo është përshkrim shumë i mirë se ka njerëz të tillë që kur vjen detyra për fe është shumë koprac. Kurse për aspekte tjera, për t'u tregu para njerëzve, është shumë bujar, mirë po nuk është ai bujari i vërtet, është me vërtet ai që i kryen obligimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka përmendur për e dini një prej mushrikëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas emrin Hatim at-Tai, ka qenë shumë bujar, domethënë ka qenë shembull, edhe djali i tij Adi ibn Hatim është prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Hatim at-Tai ka qenë, domethënë bujar tepër, për atë ka vlerë ky varg që u tha më herët, domethënë kur është përmendur bujaria, nëse është fol për bujari, është thonë si Hatim at-Tai. Domethënë ai ka qenë shembull për bujari, edhe ka dhënë shumë, e ka përmendur këtu një tregim se si ka dhënë 100 deve të kuqe, i kanë marrë gjithë njerëzit, kur nuk ka dhënë një vit, domethënë shumë e ka qortu vetveten, pastaj ka dhënë tepër, shumë ka dhënë pasuri, edhe ka qenë i njohur te njerëzit për bujar. Mirë po, a i ka bërë kjo dobi, nuk i ka bërë dobi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë pyetur, a i bën atij dobi, domethënë ai ka qenë me të vërtet fenomen në bujari. A i bën ajo dobi tek Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i bën dobi, sepse ai ka dashur diçka dhe e ka arritur. Domethënë ka dashur që të thonë njerëzit se është bujar, edhe e ka arrit këtë. Atë që e ka pas synim, atë e ka arritur. Nuk ka, domethënë, tjetër shpërblim tek Allahu. Pra kjo që përforcon atë që u tha më herët, se me rëndësi njeriu me këto cilësi të mira të moralit duhet ta ketë synim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe prandaj nxiton dhe vrapon kur është obligim prej Allahut. Pastaj te ato tjerat, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk afrohet robi im tek unë me diçka më të dashur se ajo që ja kam bërë obligim. Pastaj vazhdon të afrohet me nafile derisa ta dua, dhe kur ta dua unë bëhem dora e tij me cilën prek, këmba e tij me cilën ec, dhe nëse kërkon syri i tij me cilin shikon, domethënë, nëse më kërkon diçka do t'i jap, nëse strehohet tek unë do ta mbroj, deri në fund të hadithit. Domethënë, njeriu duhet të vrapojë në atë që e afron te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj kanë përmendur disa poezi në lidhje me kopracët. Thot më vonë transmeton me zinxhirin e tij nga Nafi, se thot për Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhuma, Nafi ka qenë rob i Abdullah ibn Omerit, të cilin e ka liru Abdullah ibn Omeri, për në dhe quhet Maula ibn Omar. Edhe kjo kemi përmendur më herët, edhe përsërisim për realitetin e robris të muslimant. Domethënë ka qenë që robrit kanë jetu në shtëpitë e muslimanëve, këta sklevrit, edhe kanë pa moralin e lartë të muslimanëve, dhe kanë kuptu zbatimin e fesë islame, edhe janë bërë, domethënë që janë dashuru shumë në islam, edhe kanë mësu dhe janë bërë ata shërbetorë. Domethënë gjithë këta emra që po i përmendim shumë herë, për shembull sikur Hasan al-Basri ka qenë një prej robërve, domethënë që e ka shërby islamin, edhe Nafi është transmetuesi kryesor nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma. Thot usmur Abdullah ibn Omeri në Medinë dhe kërkoi rrush. Domethënë, edhe kur smuret njeriu, i shkon mendja për ndonjë ushqim, edhe ka dëshiru rrush, por nuk është gjendur, edhe kanë kërkuar shumë. Atëherë kanë gjetur te një njeri pak rrush dhe ka ble
7 kokra rusi me një dirhem. Dhe ja kanë sjell, do të thonë shikoni në këtë gjendje që e ka dëshiru rusin për shkak të smundjes, edhe nuk është gjendur rus dhe ka ble shumë shtrenjtë, ka ardhur një njeri, ka kërku ushqim dhe ja ka dhënë Abdullah ibn Omeri këto 7 kokra dhe nuk e ka shiu asnjërin prej tyre. Do të thonë ky është shembull i bujarisë vërtet që ka bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka përmendur autori disa lëvdata për bujarin dhe qërtime për kopracin. Pastaj përmend një poezi ku thot law anna daraka anbatat laka wa ihtashat ibaran yadiqu biha fina'ul manzili. Do të thonë nëse shtëpia jote mbin, pra i drejtohet dikujt që është shumë koprac. Thot nëse në shtëpinë tënde mbin gjilpëra, edhe mbushet, nuk ka vend në borë prej gjilpërave, dhe vjen Jusufi të kërkon hua një gjilpër që ta qepe këmishën që është grisur, nuk do t'ja kishte dhënë. Domethënë as një gjilpan nuk jep dikush, edhe ka përmendur njeriu më të vlefshëm, pra Jusufi alayhis salam, nëse kishte ardhur që këtë këmishën që ja ka gris ajo gruaja e mbretit, do thot nëse kishte pas nevoja ta qepe shpejt, nuk ja jepti asnjë gjilpër që e ke plot shtëpinë me gjilpëra. Pastaj thot se është transmetuar nga Muhammed ibn Salih al-Warkani, thot po kjo është një poezi për lëvdatat atyre që japin. Pastaj ka thënë al-wajib ala al-aqil idha lam yu'raf bis-samahati alla yu'raf bil-bukhl. Thot njeriu i mençur e ka për detyrë që nëse nuk njihet për bujari, mos njihet për kopraci. Do të thonë të paktën mos u trego se je koprac. Gjithashtu nëse nuk njihet për trim, mos njihet për frikacak. Nëse nuk njihet, do të thonë për nderim dhe burrni, mos njihet për poshtërsi. Nëse nuk njihet për besnikëri, mos njihet për tradhti. Nëse thot idhil bukhlu bi'sa shi'arul mar'i fi dunya wal akhirah, sepse kopracia është një shenjë ose emër shumë i keq për njeriu në dunja dhe në ahiret. Wa sharru ma yuddakharu min al-a'mali fi al-uqba. Dhe është puna më e keqe të cilën njeriu e përgatit për në ahiret. Pra kjo kopracia. Pastaj ka thonë me zinxhirin e tij ka transmetuar nga motra e Omer ibn Abdulazizit, se ka thonë uffil lil bukhl. Ka thonë, pra kjo shprehje në gjuhën arabe, do të thonë larg qoftë kopracia. Wallahi law kana tariqan ma salaktuhu. Nëse kishte qenë rrugë, asnjëherë nuk do të kisha kalu nëpër atë rrugë. Dhe nëse kishte qenë rob, nuk do ta kisha veshur asnjëherë. Pra këtë cilësi të ulët. Dhe në fund ka thënë, ka transmetuar nga Hasan al-Basri, rahimahullah, se ka thënë men ayqana bil khalaf jada bil atiyya. Kush është i bindur se Allahu do t'ja kompenzojë, më thënë ai bëhet bujar me atë që e ka. Do thënë nëse njeriu me të vërtetë është i bindur në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ai që jep sadaka për hir të Allahut, Allahu ja kompenzon edhe i sjell tjetër më të mirë, atëherë nuk bëhet koprac, nuk mund të bëhet koprac nëse është i bindur në këtë realitet që e ka thënë Allahu dhe e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që na bëj të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësoj atë që na bën dobi, të na shtoj diturinë, na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lart të mbështetur në vetet tona asnjë çast. O Allah, na i dhuro moralet më të bukura, se nuk na i dhuron ato askush posteje, dhe na i largo moralet e këqija, se nuk na i largon ato askush posteje. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na lehtëson provat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë dhe lëra të trashëgim pas nesh. Hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson.
mos na ços provën në fen ton, mos na e bëj dunjan brengën ton më të madhe dhe gjithë diturinë ton, dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.